A je gëzu? Ka për të shkolla? Trik? Mirë Dita, zemra, mirë dita. Si quaj që rrë? Abletar. Merë zemra, ashtu. Edhe për ju. E keni marrë gjithë librat? Ta këmë shanta të në marrë në vetër. Dhe çdo gjatë tjetër është një Për një oraj? Shumë rëndësishme për këta fatosa. vite veçanë. Sot po fillojmë një vit shkollor. Sot kemi hapë klasë tona për afër 270.000 nxënës të shkollave fillore dhe shkollat mesme. Është një moment shumë i rëndësishëm dhe erdhëm në shkollën Meto Bajraktari bashkë me drejtoreqen Agapci, zëvendës Milisës Tatovci, për parë një fillim të mbarë, një rregullsi në këtë shkollë. Ishte shumë emocionale takimi me nxënës të klasës parë, kemi afër 26.000 filloristë. Dhe le të jetë ky një vit ku të gjithë së bashku, pra mësimdhënësit, arsimtarët, drejtorët, prindrit, do të mobilizohemi për të ndërtuar një sistem cilësor të arsimit. Ftoj nga ky hol, nga kjo shkollë, të gjithë mësimdhënësit, të gjithë drejtorët e shkollave, të gjithë nxënësit dhe prindrit, që të gjithë të mobilizohemi që ky të jetë një vit vendimtar i stabilizimit sistemit arsimor, ngritjes së cilësisë, në mënyrë që të bëjmë një shërbim të madh popullit Kosovës duke ndërtuar një sistem pozitiv të edukimit dhe një sistem i mirë i edukimit krijon një shtet të kënaqur, familje të forta dhe kjo është diçka që duhet ta bëjmë. Është një ditë e veçantë, sidomos për filloristët, për fatosat që për herë të parë janë ulur në bankat shkollore dhe si Komunë e Prishtinës kemi ndërmarrë të gjitha aktivitetet në përmirësim të infrastrukturës, në plotësimin e të gjitha nevojave në mënyrë që shkollat vërtet të plotësojnë kërkesat dhe standardet për t'i ofruar nxënësve ato që kanë më së shumti nevojë. Uroj edhe përveç nxënësve për të cilët uroj që të jetë një vit i mbarë, që ata të jenë të pandalur në procesin dhe rrugtimin e gjatë të dijes. Uroj që të jetë edhe përveç një proces që do të përballet edhe me sfida në ditë të caktuara, të jetë një moment ku ata do të përjetojnë dashurinë dhe ngrohtësinë nga mësimdhënësit e tyre. Konsideroj se arsimtarët kanë ardhur të motivuar për punë, gratë të cilin e përcjella edhe tek prindërit e nxënësve të klasëve të para, edhe ky besim të cilin në e tha drejtoresha komunale e arsimit duhet të jetë mirë i bazuar në mënyrë që rezultatet mos të pengojnë, për arsye se vetëm mbi bazën e bashkëpunimit mund të arrijmë përpara. Personaliteti i nënës Terezë nuk duhet siqohet me prizma fetare. Tani ka kaluar të prizma, ajo është ikonë e kombit dhe tërë bota asaj ka bërë ndërimin. Nëse tërë bota ndëron një nën shqiptar, atë kemi për obligim që ne fëmijëve tonë t'ju tregojmë për rëndësinë e kësaj nëne, për rëndësinë që ka për të ardhmen e popullit dhe për misionin e saj, misioni i përhapjes së paqes, dhe mendoj se ne gjithë duhet të krenohemi që sot fëmijët kanë folur, mësimdhënësit kanë folur për këtë moment historik. Kjo as pak nuk e vjen në pyetje karakterin laik të shkollës, sepse bëhet fjalë për një personalitet që tani do të jetë ikonë e krejt botës, jo vetëm e shqiptarëve. Kam e vizatu, kam e lujt, edhe kam e shkru. A din me shkru në i shkru? A ki mund su? Po. Sa shkru një i din? Pjot. Ku me lexu, ku me shkru, ku me lujt. A je gëzu shumë që ke orë në klasë parë? Po, Qysh po do këtë shkolla sot? shumë e mirë. Çka ki me bo në shkollë tash? Unë kam e mësu, kam e vizatu edhe kam e ndëgju mësuesen. Herona, po të pëlqen mësusja edhe a je gëzu që ke orë në klasë parë? Po.